Një nga çiftet më të ndjekura të edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, Brikena dhe Mateo, duket se po kalojnë një moment jo të mirë në marrëdhënien e tyre. Pas një rrugtimi plot emocione brenda shtëpisë dhe momenteve të bukura që ndanë me publikun, zhvillimet e fundit jashtë tregojnë se gjërat mund të kenë marrë një tjetër drejtim. Të dy kanë zgjedhur të heqin të gjitha fotografitë dhe postimet e përbashkëta nga profilet e tyre në rrjetet sociale. Një lëvizje kjo që zakonisht ngre pikpyetje të natyrshme për statusin e një lidhjeje. Për t'i bërë gjërat edhe më të qarta, rreth situatës së tyre aktuale, Briki ka ndarë me ndjekësit një imazh mjaft melankolik në Insta Story. Gjatë një udhtimi me makinë, ajo ka postuar një peizazh nga dritarja, të shoqëruar vetëm me një emoi dhe një zemër të thyer. Pas një fjalë të tepërt, ky detaj mjafton për të treguar se modelja po kalon një moment as pak të lehtë emocional. Ajo që e bën këtë situatë paksa konfuze për fansat është koha e shkurtër në të cilën kanë ndryshuar gjërat. Vetëm para disa ditësh gjithçka duke i qetë. Briki madje publikoi një foto në krah të nënës së Mateos duke i quajtur atë publikisht mbretëresht, gjë që tregon për një raport shumë të ngrohtë me familjen e tij. Të kalosh në një moment i tillë afrimitetit e fshirje e fotove dhe zemrat e thyera brenda një kohe kaq të shkurtër tregon se diçka specifike mund të ketë ndodhur mes tyre. Mbetet për t'u parë nëse bëhet fjalë thjesht për një zënk kalimtare të momentit apo nëse ky është vërtet një vendim përfundimtar për rrugtimin e tyre si çift. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.